Për 3 ditë me radhë në datat 27, 28 dhe 29 qershor, Puka mirëpret kampionatin kombëtar të boksit U19, përmes së cilit ekipe të ndryshme dhe sportistë të spikatur do të dhurojnë emocionet e forta sportive. Sheshi Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Pukë do të shndrohet në arenën e vërtet të një aktiviteti unik, ku përpos ringut të ngritur posaçërisht do të gumzhihet edhe nga atmosfera festive, këngëve dhe valleve. Në prag të këtij aktiviteti, i pari i këtij lloji për qytetin e Pukës, ekipi Tërbuni Boks që drejtohet nga trajnerët Shkodran Emiliano dhe Claudio Cecchini, po kryen përgatitjet e fundit duke patur si objektiv fitimin e titullit kampion. Këtë ditë po merrena më shumë me rrugën e peshë për secilin sportist, që të jenë në kushte sa më optimale për neshjet që do zhvillohen. Faktikisht është e vërtetë ajo që tha që kampionati i parë do zhvillohet në Pukë, në historinë e qytetit Pukës, një kampionat boksit dhe pritet një pjesëmarrje plotë të gjitha ekipeve nga Shqipëria. Faktikisht është një aktivitet me rëndësi të veçantë, përsi këto janë sportistat që të kalojnë tek ekipi të rriturve mbas këtij. U19 është grup mosha dhe me të thënë drejtën është një në kampionatet që është shumë i pritun edhe shihet me interes edhe nga Federata Shqiptare, pasi ka pjesëmarrës disa medalista europian. Ekipi Tërbuni Boks është përgatit intensivisht 2 herë në ditë me 2 seanca në ditë stërvitore dhe kemi synimet tona presim ardhjen e nën kampionit botës këtë ditë nga Anglia, Adam Maca, i cili ka pas një neshje profesionistit në Amerikë dhe tani është përqëndruar tek ekipi Tërbuni Boks për kampionatin që do zhvillohet. Pra, gjithashtu kemi Jurgen Lazin në peshën 65 kg, i cili konkurron dhe është kampion aktual i grup moshave dhe është pretendenti kryesor absolut për këtë peshë. Optimist për titullin kampion në peshën e tij si individ, por edhe të trofeut ekipor, është edhe boksieri Jurgen Lazri, kampion kombëtar në fuqi. Mezi po e presh me thonë drejtën, sepse do të mushet gjithë qyteti i Pukës me tifoza për Tërbunin Boks. Atëherë pa diskutim, mi përmendoj vendin e parë dhe medaljen e vendit parë, pra titullin kampion. Jo vetëm unë si individ, por gjithë ekipi Tërbuni Boks.